Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vazhdojmë inshallah me dersin e radhës. Në dersin e kalum e kom përmend në fund dersit një term që është istiqama apo qëndrueshmëria, po e kom kaluar shumë shpejt. Në këtë ders mendova që më u përqendru më shumë që këtë pjesë, gjithashtu edhe një pjesë tjetër që është zgjatimi i kësaj, që është rikthimi pas devijimit. Atëherë të marrim pjesën e parë që ka të bëjë me qëndrueshmërinë në besim. Pra, më keni qëndrueshëm në besim. Nëse e paramendojmë pra jetën tonë, është pak a shumë i gjason një udhëtimi. Pra jena nis për me vazhdu jetën tonë, për me jetu jetën tonë. Me lindjen tonë, ja kena nis jetën tonë biologjike, ndërkaq besimin tonë në momentin që e kena përqafu bindjet. Pra në momentin që e kena nis me i kuptu gjarat të cilat si fëmijë i ke pak më vështirë me i mendu, po kur ja nis me e kuptu Zotin, çka i bën me besu Zotin, çka i bën me u bind Zotit, e kena nis jetën tonë fetare apo jetën tonë shpirtërore. Edhe secili prej neve, pra në aspektin e bindjes, kena synime të ndryshme, pra në aspektin e biznesit mund të pas një qëllim në jetë, në aspektin e karrierës mund të pas disa qëllime, pra në aspektin e familjes mund të pas disa qëllime, pra në elemente ndryshme, në fusha ndryshme e kena qëllime të ndryshme. Po kur bëhet në fushën e fesë apo fetarisë, pra çat bindjen që e tregojmë te Zoti ton, e kena pak a shumë atë rrugtimin e njëjtë dhe qëllimin e njëjtë. Prandaj domethënë është shumë e rëndësishme me i qëndru besnik këtij rrugtimi. Pra nëse e kthejmë me thonë në mënyrë që me mujt me vizualizu me mendjen tonë, i bjen sikur që jena nis në rrugë të drejtë, edhe po e dim ku jena të shku. Ku jemi të shku, jena të shku inshallah me lejen e Allahut drejt xhenetit të Allahut. Edhe po dëm me shpëtu prej zjarrit të xhenemit. Qëndrueshmëria në këtë metaforë, pra në kupton që ti asnjëherë mos me pranu me dal për kësaj rruge. Asnjëherë mos me pranu me dal për kësaj autostrade ku je nis bashkë me shumë vëllezër tjerë edhe motra tjerë besimtarë dhe besimtare që janë në kërkim të kënaqësisë së Allahut të Madhëm. Pra kjo është një cilësi thelbësore e besimtarit. Duhet të më konë pjesë e brumosur në karakterin e besimtarit, gjë që kena fol në dersin e kalum, po kjo duhet të më konë pjesa qendrore brenda karakterit tonë. Pra nuk duhet me leju që tundime të ndryshme, errëra të ndryshme, sfida të ndryshme me të lëkundë dhe ty me nxjerr prej kësaj rruge. Për ndryshe, pra nëse i kthehemi shembullit që i kena marrë, nëse nisesh me një rrugë, sa do e shkurt apo e gjatë që është ajo. Edhe hala po ja nis rrugës një erë të ka qitë për rrugë, ti më u dërzu, domethënë mos më vazhdo. Ose për shembull, gjatë rrugës je nis edhe ka shpërqendrime të ndryshme. Për shembull, me një anë janë lodra të ndryshme, cilat mund të më interesu dikujt. Në anën tjetër janë dyqane të ndryshme që ti me hy me blen to. Pak ma tutje i ke disa gjëra që ti i pëlqen. Mund më këna të në teknologji ose ku e ti në fush tjetër. E thash, sa herë që shet diçka ti më njerë me dal. Dil majtës, dil djathës, a paramendohet që ti mundesh me mbri ndonjëherë në cakun që je nis, asnjëherë nuk është e paramendueshme që ti me mbri cakun që je nis, meqense, domethënë ti tan kohën jetu dal prej rrugës edhe nuk jetu i qëndru besnik rrugës që e ke marrë. E kjo është domethënë ajo që tema e sotme inshallah, që ka të bëjë pra me qëndrueshmërinë edhe vendosmërinë tonë mos me dalë prej kësaj rruge. Pa marrë parasysh sfidave, të cilat janë të domosdoshme, sprovave, të cilat janë të pa të kalueshme. Ato do e mos kanë më na ndodh, kanë më na godit, edhe ky është një ligj i Allahut i cili nuk ndryshohet. Pra ky ka vlerë për pejgamber, ka vlerë për njerëz më të mirë, ka me vlejt edhe për neve, edhe ka me vlejt edhe për gjithë njerëz tjerë deri në ditën e fundit. Allah i Madhëm i premton shpërblime të mëdha atyre të cilat i qëndrojnë besnik kësaj rruge. Pra ata të cilat e kanë qëtë istiqamën për cilën e të fol, e që i bjen qëtë qëndrueshmërinë në fe. Pra ata cilat nuk mashtrohen edhe nuk luhaten prej sfidave të ndryshme. Prandaj Allahu thot në Kur'an: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ata të cilat thonë Zoti jon është Allahu. Pastaj janë të qëndrueshëm. Pra kanë qëndrueshmëri në këtë thënie të tyre. Ata e shprehin në bindjen e tyre, thonë që Zoti jon është Allahu. Pastaj që thënie, që deklaratë të tyre e mbështesin me qëndrueshmëri. Thotë, çka u takon këtyre? Thotë, tek ta zbresin engjujt, të cilët i thonë, për juve s'ka frikë,
s'ka mërzi, s'ka shqetësim dhe ju përgëzojmë me xhenetin në të cilin jeni përgëzuar. Komentatorët e Kuranit thonë që ky ajet ka për qëllim në momentin më të vështirë të njeriut, që është kalimi i tij prej kësaj bote në botën tjetër, gjë e cila domethënë i ndodh secilit njeri. Ose në një ajet tjetër thot Allahu madhum innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Thot padyshim ata që thonë Zoti jon është Allahu, pra na e marrim për Zot, e pranojmë për Zot Allahun, e pastaj janë të qëndrueshëm këtë, për ta s'ka as frikë e as ka pse u mërzit. Komentatorët e Kuranit thonë kjo vlen pra për një moment tepër të vështirë të njeriu që është në ditën e gjykimit. Pra në ditën e gjykimit kur mbledhen gjithë njerëz, prej të parit Ademit a.s. e deri të fundit i cili ka më jetuar, ka më frimuar këtë tokë, kretë mbledhen para Allahut madhëm. Është një siklet i madh, është një pritje e gjatë, pra 50.000 vjet, inshallah, në dersin e ardhshëm, po mas ti, inshallah kena më fol për këtë pjesë. Pra, në këtë tubim të madh, këtë shqetësim të madh, këtë mërzi të madhe, këta të cilët kanë qenë të qëndrueshëm, pra e kanë thënë deklaratën na e pranojmë për Zot Allahun dhe pastaj gjithçka që vjen kjo deklaratë, domethënë gjithçka që imponon kjo deklaratë, e kanë vazhduar qoftë me namaz, me agjerim, pra kur thu Zoti është Allahu, i bën që ti i bindesh që atij Zotit që te i ke pranu. Nëse thu Zoti është Allahu me fjalë, pastaj nuk e mbështet me vepra, me bindje, atëherë domethënë nuk ka shumë rëndësi çka ke thënë me gojë përderisa nuk e ke dëshmuar, nuk e ke dëshmuar me vepra. Pra për këtë Allahu thotë, nuk ka më pas as frikë as mërzi. Gjithashtu Allah i madhëm duke qenë që ky koncept shumë i rëndësishëm, pra qëndrueshmëria në fe, e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që më koni qëndrueshëm. Thot Allahu në Kur'an fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Thot i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëndroj pa tundur në udhën e drejtë. Pra qëndro stabil, i fortë në rrugën e drejtë, ashtu siç kam urdhëruar. Pra Allahu i madhëm i ka dhënë urdhër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky ajet është një prej ajeteve që dëshmojnë që Kurani është shpallje dhe zbritje për Allahut të madhëm, e nuk është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se përndryshe s'kish pas kur far kuptimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qortu veten në një libër që pretendon që është prej Zotit. Pra Zoti me një farë forme e qorton edhe i thot, pra Allahu i thot, qëndro i fortë, i paluhatshëm në rrugën e drejtë që ashtu që është kom urdhëruar. Domethënë këto njeri nuk ja jep urdhër vetit mirë bash prej Allahut të madh. Gjithashtu i përfshin edhe besimtarët, thotë edhe ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, e mos i kaloni kufit se ai më të vërtet ishte mirë ato që ju punoni. Gjithashtu një besimtar apo një njeri i cili ka jetuar në periferi, ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, po të lutem për një këshill, pas cilës mos kam nevojë për diçka tjetër." Pra, thoma një këshill, ama një nasihat, tregom diçka që unë mos kam nevojë më me pyet dikon tjetër. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Kul amantu billahi fastaqim." Thot, thuaj besoj në Allahun edhe pastaj ji i qëndrueshëm. Pra, ji i qëndrueshëm. Qëndron çdo që duke pretenduar, qëndron çdo që duke thënë, e mos ji i luhatshëm. Pra, nëse kena parasysh gjitha këto cilat i përmendëm, pra ai shpërblimin e madh që e kanë ata që janë të qëndrueshëm, urdhri i Allahut i drejt për drejt për më qenë të qëndrueshëm, pyetja e këtij sahabiu që e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila është ajo këshilla për cilën unë s'kam nevojë më, atëherë shohim që qëndrueshmëria është shenjë e një besimi të pjekur. Pra, një besimtar i pjekur qëndron i qëndrueshëm brenda parimeve të tij e nuk luhatet sa herë që i vjen ndonjë sprovë, qoftë në aspektin pozitiv, qoftë në aspekt negativ. Çka kam përshtypjen për këto? Qoftë me vështirësi e qoftë me të mira. Sepse të dyjat këto, edhe momentet e vështira, një besimtar i cili nuk e ka besimin e pjekur e bën që me u luhat. Pse bashkë mua më gjeti që më ndodh kjo. Qysh unë u sprovova me këto? Domethënë unë kesh prej atyre që falin namazin, pse Allahu më sprovoi, pse më bëni që me humb çat familjar, pse më humbun pasurinë, pse më ndodh kjo, pse më ndodh kjo smundje. Pra, vjen shejtani edhe prej momentit të vështirësive. Shumica e njerëzve bin për provimit kur Allahu i jep begati edhe të mira. Pra, derisa në vështirësi shumica e njerëzve, edhe pse janë besimtar, edhe pse i godasin pra sprovat e ndryshme, i lutën Allahu sinqerisht, o Allah më largo smundjen,
o Allah më shëroje të vdekun të emna si ka vdek, o Allah më mundëso që me rikthy veten, me rikuperu veten gjatë një humbje që ka pas biznes e kështu me radhë. Ndërkohë në momentet e kënaqësisë dhe gëzimit, zakonisht njeriu dalldiset, rrjedhimisht edhe hub atë busmën e vet, pra del prej hartës, cilën jena duke mundu me shpjegu sa besimtarit, edhe haron rrugën e drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e citum, gjithashtu edhe Allahu i Madhum në ajetet që i citum, neve na tërhek vëmendjen që duhet të qenë shumë të vëmendshëm që mos më dal prej kësaj rruge. Pastaj dikush mundet me thonë, më koni qëndrueshëm është një kërkesë shumë e madhe. Pra, për shembull, në Ramazan, besimtari i shton veprat, është agjërueshëm, lexon Kur'an më shumë, e fal teravin, inshallah është dikush prej neve që e fal namazin e natës, ose vazhdon domethënë me veprat e shumta. Po sa jashtë Ramazanit nuk është teravia, nuk është agjërimi, domethënë ka më pak vepra. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na jep një formulë që me ditë çulla është mënyra më e mirë për me adhuru Allahun. A është mënyra më e mirë që mi dhon zor për një herë dhe pastaj mi lan derisa vjen një sezon tjetër, apo me vazhdu duke shtu dozën pak nga pak edhe në këtë formë domethënë me shtu veprat tona në ditën e gjykimit kur peshojnë ato. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ahabul a'mali adwamuha ila Allah wa in qall." Thotë veprat më të dashura për Allahun janë ato që bëhen vazhdimsi edhe nëse janë pak. Pra, nuk duana me kqyr gjithmonë në sasinë e veprave. Edhe mund të duk vetë që nuk jena qëndrueshëm nëse nuk jena shtu shumë vepra. Po duana më kon të qëndrueshëm në ato vepra që i zgjedhim përveç farzave. Pra tek farzat nuk ke liri zgjedhjeje nëse ke zgjedh me kon besimtar. Ti ke liri me zgjedh atë me kon besimtar, as dën me kon besimtar. Nëse dën me kon besimtar, duhesh me ditë që nuk ke mo liri të zgjedhjes, a mi kry obligime, a mos mi kry obligime. Njëjtë sikurse nëse e krahasojmë pra me këtë botë. Nëse ti ke liri të zgjedhjes, a dën me u punësu te një shef, as dën me u punësu te një shef. A dën me punësu te një punë, apo s'dën me u punësu te një punë. Në moment që punësohesh, mo ti s'ke liri kur don ti me shku në punë, kur don ti mos me shku. Çka don ti me bëu pe punës e çka don ti mos me bëu. Ato i kqyr para se me hyn punë. Pra para se me hyn punë ti i kqyr apo të përshtaten kushtet e marrëveshjes. Moment që i pranon që to kushtet, mo nuk ke liri të zgjedhjes. Përderisa jena brenda kushteve. Domethënë nëse shkojnë dal jashtë kontratës atë tjetër mohabet. Të njëjta vlen edhe në raport me Allahun e Lartësuar. Nëse e pranon për Zot, domethënë ti ke pranuar më kon pjesëtar i fesë ti, që është fesë islamit. Rrjedhimisht pjesat që të garanton Allahu, pra pjesa e marrëveshjes që i takon Allahut të Madhëm është që me të shpëtuar prej zjarrit të xhenemit edhe me të fut në xhennet. Pjesa jote e kontratës është që ti mi zbatu urdhrat e Allahut edhe mu ndalu prej ndalesave të Allahut. Përtej kësaj, çka do që shton, edhe nëse është pak, zgjedh diçka që nuk don me lën, diçka që don me vazhdu. Pra më e dashur tek Allahu është, mbas këtij hadithi dhe argumenteve në përgjithësi, dikush që zgjedh me thon në ditë me i shtu 100 herë astaghfirullah, se sa dikush i cili falet tan natën po një herë vjet, ose 2 herë vjet, ose 3 herë vjet. Sa na merr kohë me thon 100 herë astaghfirullah, 1 minutë, 2 minutë, 3 minutë, varësisht domethën sa dush me thon, sa shpejtën më thon. Të merr shumë pak kohë. Ndërkohë që më fal tan natën, është kogja edhe lodhje, do të edhe angazhim me gjithë trupin, do të më qëndron kohë, është adhurim më i madh. Mirpo nëse nuk është i vazhdueshëm, atëherë nuk është prej formave të adhurimit që i don Allahu më shumti, edhe në secilin prej këtyre adhurimeve me ka hajër me lejen e Allahut të Madhëm. Ato që pra e sprovojnë besnikrinë e besimtarit janë sprova që tham, ato mund të qenë sprovat në aspektin e ngushtimit të jetës, mirëpo gjithashtu në aspektin e zgjerimit të jetës. Thot Allahu i Madhëm në Kur'an: "E hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. A për një men njerëzit mendojnë se kanë mulon me thonë na besojmë pa u qit në sprov, pa u qit në prov, pa e provu. Do të thonë a për një men kanë menduar njerëzit që vetëm mund me pretendu. Do të thonë apo besojmë, edhe këtë jeta e tyre me shku pa u provu. Thot Allahu i Madhëm, na i kena sprovu ata që kanë para tyre. Në mënyrë që Allahu më i dallu ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjen. Edhe pse Allahu i Madhëm pra e din më mirë se ne çka kena në zemrat tonë. Pra e din çfarë zgjedhje kena më bëu. Megjithatë, për më kon drejtësia e Allahut e plot, që është e plot, duhet më i lënë njeriu me dëshmu me veprat e tij. Nëse është për atyre të shpëtuar apo nëse është për atyre të cilat janë të mirë, Allahu na ruaj. Pra
sprovat të cilat na ndodhin gjatë jetës janë të natyrshme, edhe një besimtar i vetëdijshëm është në gjendje gatishmërie që mi prit ato. Pra nuk mund të thonë çysh më erdhi sprova. Sepse kjo është diçka që të ka kallëzuar Allahu që ka me të ardhur. Nëse nuk je sprovu, atëherë këtyre mos ndoshta ke kaluar nëpër sprovë se i kuptu hiç. Ndoshta ke ra për provimin dhe se i kuptu hiç. Pra, nëse pak a shumë i kthyrim në histori, nëse kthehemi në histori, pra krejt janë sprovu. Ademi alayhis salam, për njerit parë. Ademi alayhis salam, cilin Allahu e ka kriju me durrët e tij. Pra krijesa e cilës Allahu i mallum ja ka mësuar gjithçka, ja ka ditë emrat e çdo gjëje, edhe me lajqet engjujt i kanë rënë sejdë. Megjithatë Allahu ka sprovu. Më thoni ka thënë krejt të mira i ke, vetëm një pemë është ndaluar. Ka ra prej sprovës Ademi alayhis salam, e pastaj ka kërku falje dhe Allahu e ka fal, për këtë pjesë inshallah flasim tash edhe pak. Ejubi e kena përmendë edhe javën e kaluar duket. Ejubi alayhis salam i ka hub familjen, e ka hub pasurinë, e ka hub shëndetin, derisa Allahu i madhnum e ka dash me sprovu Ejubin, ajo është tregu falëndërues edhe i duruar. Çka u kon fundi i Ejubit? I është kthy dy fishi asaj që e ka pas. Dy fishi i familjes, dy fishi i pasurisë, edhe për shëndet, domethënë është kthy i shëndosh, sikurse më kon i ri edhe pse u kon në moshë të shtyrë. Pastaj jo vetë te pejgamber, se dikush mundet me thonë këto sprova janë me pejgamber. Por le të kthehemi për shembull te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk janë kon pejgamber, janë kon shokët e tij. Biladhi për shembull. E dini, domethënë besoj historinë e tij, që është torturu me shkëm të madh duke ia vendosur mbi gjoks, në mënyrë që me mohu Allahun, edhe pse o kon rob. Edhe pse në çato rrethana, domethënë edhe të kish thënë me gojë, ndërkohë që në zemrën e tij e ruan imanin, Allahu ja kish fal. Po ai nuk ka pranuar, domethënë ka thënë ahadun ahad. Pra Allahu është një, Allahu është një. Pra e ka pranuar sprovën, e mas kësaj, pastaj ka lehtësimi. Do thonë, të kish ra prej sprovës, Allahu edhe mas mirë ti, mirë po, nuk kish ra lehtësimi. Po duke qenë i qëndrueshëm, pastaj pra lirohet prej robërisë edhe bëhet prej shokëve të afërt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e Allahu ndëron duke bë muezinin e muslimanëve në atë kohë. Pra ka rastet e shumta kur besimtarët janë sprovu në forma të ndryshme. Kjo neve do më thënë a jep nëse e kthejmë në një situatë praktike për neve. Pra, a paramendohet që me kon një student në fakultet, me shku 4 vjetë me mësu, edhe me mësua i sa donë, qësh donë, edhe në fund me jallon diploman, pa e sprovu. Pa e qitë në provje. Nuk paramendohet. Sepse ashtu nuk dallohet kush po mëson për një me, e kush po shkon vetëm për me hupku. Njëjtë edhe besimtari. Pra, për besimtarin është shembulli hala më i lartë, mirë po, njëjtë edhe besimtari. Ai mundet me pretendu besimin. Mundet me bëj vepra të pa sinqeritet. Mundet me bëj për arsye të ndryshme. Mundet me pas interesa të ndryshme. Na nuk e dim zemrën e askujt. E sprova janë ato të cilat e nxjerrin më të mirën të njeriu i mirë. Sikurse zjarri që është për dukatin. Pra, nëse i marrim disa metale edhe i përzim bashkë me dukatin, ai nuk është dukat i pastër, nuk është metal i pastër. Por po çka e pastron? Që ajo që neve na duket që e djeg, e që është zjarri. Zjarri e bën që me unda ari prej metaleve tjera që nuk janë të çmuara. Kjo pra është në aspektin e vështirësive. Mirë po edhe në aspektin e mirësive, transmetohet një ngjarje kur Abu Ubejde ibn Jarrahu u kon në Bahrein, edhe u ka mbledh gjizjen aty. Gjizja është tatimin që e paguajnë jo musliman, në mënyrë që mos me marr pjesë në luftë. Pra, nëse një shtet është shtet islam, edhe ka jo besimtar aty, janë jo musliman. Ata kanë drejt me jetu rahat, sigurt, mos me ndru fen, me nejt në fen e tyre, edhe pse më e mira për ta është me shpëtu në këtë botën tjetër me pranu fen, po kanë drejt me nejt në fen e tyre. Po kur zonë me pagu një tatim, në mënyrë që mos me pas nevojë ata me dalë në luftë me musliman. Meqense musliman dalin në luftë vetëm në grupin e tyre. Nuk pranojnë pra të huaj në kuptimin e fesë, që më konë grupin e tyre, meqense
nuk ka as besim. Pa nuk ka raport besimit plot që në rrallë tona për shembull u fut dikush që nuk beson. Për këtë arsye është gjizje. Ubejd ibn Jarrahu pra në Bahrein u shku edhe ja u ka mbledh pra gjizjen, edhe kur u ardh tek ka bënë farë marrëveshje, edhe kur u ardh tek Medinë, atëherë ansart, ata që janë në Medinë, edhe kanë pas kurset e vështira, janë gëzuar se ka pru parë, pra ka pru të mirat e kësaj bote. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dal me u fal namazin, edhe pastaj kthehet tek besimtarët dhe duke buzëqesh i thot, po më duket i keni niçe me çka ka ardhur Abu Ubejd ibn Jarrah. Pra për shok gëzimin në fytyrat e ju, po më duket që i keni niçe me çka u ardh. Ata i thanë po i dërguari i Allahut, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot mas pari, përgëzoheni edhe shpresoni atë që ju bën të lumtur. Pra, po ju përgëzoj që alhamdulillah Islami ka nisë me u forcu, shteti janë ka nisë me u forcu, i kena mbledh tatimet për jo besimtarve, këto ndohen inshallah dhe i gëzojmë gjithë bashkë. Mirë po thot, sepse betohem në Allahun, se për ju nuk e kam frikë varfrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shokëve të vet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet, transmetohet që nuk ka ndodhur që 3 ditë rradhazi me u ndes zjarri në shtëpinë e tij. Nuk ka ndodhur që 3 ditë me rand në ndes zjarri, nuk që me hungur ushqim të gratë. Pastaj dihet rasti me Abu Hurajran, kur kanë shku, domethënë një grup i sahabëve, edhe në ushqy me një tas qumsht. Pra, kretë sahabët në ushqy me një tas qumsht. Ose në Uhud dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lidh gurin barkun e tij prej urisë që e ka pas. Edhe nuk ka bëu vetëm ai, po edhe shokët e tij. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtyre njerëzve, kësaj shoqërie, pra në këtë mjedis thot, unë s'po tutem për juve që keni me kon të varfër. Thot, mirë po tutem për juve se kam ju shtru dunjaja, kam ju ardhur dunjaja në dorë. Ashtu që ju shtru aty në para jush. E keni me garu me njëri tjetrin që ashtu që ka garu ata para jush. Edhe kam ju shkatru juve që ka shkatru ata para jush. Kjo neve na jep ky hadith që besimtari pra nuk është që spravohet vetëm me duke ngushtu jeta, pra vetëm me të këqija, me fatkeqësi, po sprova që është më e vështirë, edhe cilën shumë herë nuk e vrejnë njerëzit, është ajo sprova kur bëhet me të mira. Pra Allahu të çon të mira, të çon të mira, të çon të mira, e ti nuk je duke e vrejë, që je duke u largu prej rrugës së Allahut. Allahu na rujt edhe na bëf të qëndrueshëm në fe. Pjesa tjetër që ka të bëjë me pendimin, pra mas kësaj që folën për qëndrueshmërinë, dikujt mund të më shkojë mendja që me bo një herë me shqitë, se me dalë për rrugës, e patë për në jonë. E kjo, do më thënë, nuk është as qëllimi i kësaj që po them une, po as nuk është qëllimi i fesë në përgjithësi. Pra, na jena shumë të porositën për Allahut madhun, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me kon sa më të qëndrueshëm, sa më të fortë, sa më të paluhatshëm, sa më të fortë në zbatimin e urdhave të Allahut, edhe në fenë tonë. Pra, mos me leju që me u tundu, me u sfidu, me u mashtru, me u luhat prej rrugës që kena zgjedhur. Me megjithatë jena njerëz. Edhe nuk ka ndonjë njeri i cili nuk i shqet koma ndonjëherë, nuk gabon, rrjedhimisht nuk vanohet pak në rrugtimin e tij. Për këtë arsye është një mekanizëm që na ka lënë dorë për Allahu më dhum, e që është pendimi. Pra, besimtari duhet me ditë që pas çfarë do gabimi që e ka bë, cili do qoftë ai gabim, sa do i madh që është, sa do i tmerrshëm, sa do i neveritshëm, sa do i gërditshëm, gjithmonë dera e pendimit është e hapur nëse e ka sinqerisht me u kthy në rrugën e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Thot gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar, por më të mirë prej gabimtarëve janë ata që pendohen. Unë besoj që këtë hadith e keni një shumë herë. Pra, hadithin e shënon Tirmidhiu edhe shumica e dietarëve thonë që hadithi është hasan ose i pranueshëm. Pra, secili prej njerëzve prej secilit prej njerëzve pritet që me gabu. Nuk ka dikush prej njerëzve që nuk pritet prej tij që ka me gabu. Mirë po thot më i miri është ai i cili është i penduar pas gabimit që e ka bë. Allahu i madhum pra na fton neve tekstualisht në Kur'an që më u pendu pas çfarë do gabimi që e bëjmë. Ai thot: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a." Thot o ju që keni besuar, ktheuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti t'ju shlyejë gabimet e t'ju shpjerë në kopshtet në përcilat rrjedhin lumejnë, ditën kur Allahu nuk do ta turprojë profetin dhe ata që besuan bashkë me të.
ky ajet është një thesar i madh që i kena në fe. Edhe duhet me pas parasysh. Pra, Allahu i Madhërum neve na thon që mu pendu. Pastaj na thot nëse pendimi i sinqert, Zoti jo që na i fal gabimet, por na i shlyn ato. Do thënë i shlyn sikurse mos më ekzisto. Pastaj thot, duke i shlyr këto gabimet, ju bëheni të denjë që me hyrë në xhennet, në për cilën rrjedhin lumen, për kopsht në për cilat rrjedhin lumen. Edhe tjetra që është shumë e rëndësi, thot në këtë ditë Allahu s'ka me turpru as pejgamberin, as besimtar që janë me to. Pra nuk ka me t'i zbulu gjunohet, të cilat i ki bu këtu, Allahu t'i ka mlu në këtë botë, nuk ka me t'i zbulu nesër as para njerëzve. A ka më bujar se sa që kaq? Domethënë, a ka më motivuese për neve që mu pendu tek Allahu, edhe me një farforme mos mi u bind shejtanit i cili po tenton mi friksu njerëzit duke i thënë çfarë gjunoa ke bëti ty kur nuk ta fal Allahu. Më ka ndodhur personalisht, e kam thënë nisja me u fal, ka thënë ti nuk e din çka ku bëu në rrini. E vërtetë unë nuk e di, po Allahu e din. E Allahu ka thënë që hajde pendohu se të fali. Për këtë arsye pra nuk bën me i leju pra shejtanin me të mashtru edhe në këtë kuptim. Pra, po qëndrueshmëria është qëllimi jonë, që na me konë qëndrueshëm. Mirë, po nëse gabojmë, duhet me di që jena njerëz, edhe duhet me përdor këtë mekanizëm që Allahu na e kalon në dispozicion. Pra, kushtet e pendimit, unë besoj që i keni një shumë herë. Edhe ato janë 4. E para është me hek dorë me një herë për mëkati. E dyta është me të ardhë keq për mëkatin. Pra ka për njerëzve që hek dorë për mëkatit, ama e kanë një lloj mburje. E unë që akun bëhë, dhe me thonë kur jam kone i ri, e tashti e ka dhonë këto me mburje, dhe me thonë si zotësi. E kjo është shenjë që ti nuk jo duke u pendu sinqerisht. E treta është me vendos që mos më u kthy për në to. Ka dallim me vendos edhe ka dallim mos më u kthy. Pre kushteve të pendimit është që me vendos mos më u kthy. Ndërkohë nëse ndodh që më u kthy, mas vendimit që ke marrë mos më u kthy, prap pendohesh njëjtë, inshallah me lejen e Allahut të pranohet pendimi. Edhe katërta është nëse ka të bëjë raport me njerëzit, me tjera që i kryejnë hak, atëherë kërkohet prej teje që me shpagu hakun e tyne. Nuk mundesh me shku njerit mja hy shpull, edhe pastaj më thonë fal, unë jam pendu tek Zoti. Po është tash kthej faqen, se do të më ta kthyej edhe unë ty shpullën. Pra, ose ja vjell dikujt diçka, ose ja bën një dëm, thonë pendohem tek Allahu. Shumë mirë, ato pjesën në raport me Allahun, këtu e pagun dëmin se cilin e ke shkaktuar. E ai që fal, padyshim që kjo është më e mira. Pra, mirë po për te kësaj. Pendimi është keqardhja që i ke në zemër. Ai dëshpërimi jo që qysh bre u mashtrova edhe shkela në gjuna. Qysh une e hidhrova Zotin tem. Që kjo keqardhja, vetë që kjo keqardhja është pendim në veti. Kur i plotësojmë këto kushte, inshallah me lejen e Allahut edhe pranohet. E në njëjtën kohë duhet na me ditë që kjo keqardhja është shumë e mirë. Ne po duhet na me ditë në njëjtën kohë që Allahu më nuk gëzohet me pendimin tonë. Që shkon në hadith me atë njeri i cili hub në shkretir. Më thonë shkon me devën e tij, devja e tij e ka ushqimin, pijen i ka të gjitha, edhe devja i hub në shkretir, ndërkohë që ky vet vetëm. Mas një kohë tu e lyp e gjen devën. Kur e gjen devën, më thonë i shpëtohet jeta, se e ka gjetë ujin, e ka gjetë ushqimin, pa to nuk ish mujt me mbjetu. Atë çka thot ky? Thot, o Zot, ti je robi jam, unë jam Zoti yt. Hutohet. Apo do të më thonë, o Zot, unë jam robi yt e ti je Zoti jam. Po për gëzimit madh hutohet. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gëzohet hala më shumë se sa që ky kur një rob i tij mas gjunohit i pendohet Allahut të Madhëm. Për këtë arsye pra është shumë me rëndësi me pas parasysh këto. Edhe me pas parasysh edhe këtë ajet, cilën po lexoj para jush, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj o robërit e mi që keni bërë keq vetes me gjunohe, mos e hubni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu me siguri i fal të gjitha gjunohet, vërtet është falës i madh dhe mëshirëploti. Çka ayat dietar do të thonë kur e shpjegojnë thon Allahu i madhum ka thënë inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal gjitha gjunohet. Gjitha, çfarë do gjunohi që i ke bë, Allahu të ka kallëzuar që e fal, se e ka ditë që edhe çat lloj të gjunohi që ke mujt me bë. Për këtë arsye domethënë nuk duhet me aleju shejtanit që me thonë a din ti çfarë gjunohi ke bë. Po unë e di, edhe Zoti jam e din, edhe ai më ka thënë që ma fal nëse unë pendohem, prandaj duhet më shpejtu, më pendu tek Allahu i madhum. Më qenë se besoj që s'kena ku, i kena mbush pra minutazhin se e kena të përcaktuar. Vetëm shkurtimisht po do më i përmend ja
3-4 çështje, që duhet mi pas parasysh e që janë mjetet që mujmë i përdor për me qëndru në rrugën e drejtë. Qoftë për me u kthy me pendim, e qoftë për me as mos me rana gjunoha. E para duhet me pas parasysh që na nuk mujmë me qëndru në rrugën e drejtë nëse nuk mbështetemi me Allahut më dhon. Prandaj prej duave apo prej lutjeve, besimtari duhet mi thonë Allahut vazhdimsi, o Zot, mos më lejo që më mbështet në fuqitë e mia apo në forcat e mia, qoftë edhe për një çast të vetëm, qoftë edhe për një moment të vetëm. Një njeri i cili mbështetet në forcat e veta, e nuk mbështetet në Allahun e Madhnom, devijimin e ka të sigurt. E dyta, duhet me kujtu Allahun vazhdimisht, qoftë duke kërku dituri, pra duke mësu fenë e Allahut, a nuk ka mundësi në procesin e mësimit të fesë Allahut ti mos me kujtu Allahun. Do të thonë kjo është e pa imagjinueshme. E qoftë me dhikr duke e përmend Allahun e Madhnom. E treta, është shumë e rëndësishme që me kriju shoqëri të mirë. Pra me kriju një rreth dhe një ambient të mirë, meqense e kena përmend tash disa herë, njeriu bjen prej presionit të shoqërisë së tij. Prandaj shumë për njerëzve ditur kanë thënë, nëse don me ec shpejt, ec vetëm. Mirë, nëse don me mbri, atëherë ec në grup. Pra ti vetë mush me shku ma shpejt pak. Mirë, po nuk mundesh me mbri që atje ku po don, meqense rreziqet që ka nëpër rrugë, ndryshe është nëse ballafaqohesh në grup, ndryshe si xhamat, ndryshe është nëse ballafaqohesh vetë, e për këto ka hadithet e shumta. Edhe e fundit që po du me përmend, është me kujtuj vdekjen edhe shpërblimin për te saj. Pra, nëse na nuk besojmë vdekje, nëse na nuk kena bindje, që kena me, jo që kena me vdekje, se ajo s'do ment, dhe më thënë, ato kete e din, edhe e pranojnë. Nuk po që ka jetë mas vdekjes, që ka ringjallje, që ka shpërblim, që ka ndëshkim. Nëse që tu ke defekte në bindje, nuk je bindur plotësisht, atëherë kjo ka ma reflektu pastaj edhe çush organizon jetën. Pra, unë e kuptoj, ai i cili nuk beson që ka me dhënë llogari ditën e gjykimit, që nuk falet. Sa ai nuk mendon që ka me dhënë llogari, pra nuk është i bindur. Ndërkohë që nuk e kuptoj, dikush thotë që unë jam i bindur, që kam dalë para Allahut, jam i bindur që kam pyet për namaz dhe prap ka diçka më të rëndësishme se sa namazin, e kjo vlen në raport me të gjitha obligimet edhe ndalesit për cilave duhet mu ndalu. Kjo është e gjitha. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed walhamdulillahi rabbil alamin.